kështu i themi mirëmëngjes së bashku, Ervin Kokelit, mirëmëngjes Ervin. Mirëmëngjes Matilda, mirëmëngjes Flori, së pari përpara se të kaloja tek informacionet e radhës për ditën e sotme, do të sillja në vëmendje atë çfarë tha pak më parë Flori në lidhje me sëmundjen e tuberkulozit, të cilin e kemi trajtuar gjithësisht edhe në edicionet tona informative në Radio Televizionin Publik Shqiptar, dhe që fatmirësisht është një sëmundje që përgjithsisht është e shërueshme. Gjithsesi, eci më tej, Shqipëria ka marrë një pagesë parafinancimi prej 64 presje 5 milion eurosh nga Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Ky parafinancim do të mbështesë reformat dhe investimet e Shqipërisë për të forcuar vendin dhe për të afruar atë me Bashkimin Evropian. Sipas ambasadorit të BE-s në Shqipëri, Silvio Gonzato, ky hap është një moment i rëndësishëm në rrugtimin e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ai shtoi se ky plan do të nxjisë rritjen ekonomike, do të mbështesë zhvillimin e një Shqipërie më të gjelbër dhe do të fuqizojë sundimin e ligjit. Urime Shqipërisë për arritjen e një tjetër momenti të rëndësishëm në rrugtimin e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Plani i rritjes nxit ekonominë, forcon sundimin e ligjit, mbështet një Shqipëri më të gjelbër dhe fuqizon kapitalin njerëzor. BE-ja qëndron me Shqipërinë në rrugën e saj drejt antarësimit, u shpreh ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato. Kryeministri Edi Rama, njerëzje dhe kreu i Partisë Socialiste, prezantoi sot në Lezhë përpara të rinjve kandidatë për deputet të kësaj force politike, teksa e vuri theksin tek përfitimet që do të ketë integrimi i vendit tonë në Bashkimin Evropian. Rama tha se të rinjt janë ata që do të përfitojnë më shumë. Përfituesit më të mëdhej të 11 majit do të jenë gjenerata juaj për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Do jeni ju masivisht që mbështesi planin Evropian, plan ambicios për mbyllje negociatesh më 2027 dhe antarësimin e Shqipërisë brenda kësaj dekade, deklaroi kryeministri. Integrimi në Bashkinë Evropiane, Rama e konsideron si qëllimin më të madh strategjik për Partinë Socialiste nëse do të fitojë një mandat të 4 qeverisës, teksa nga ana tjetër tha se ka shumë njerëz që po përpiqen ta zbejnë këta ambicie të vendit. Pasaporta e Bashkimit Evropian presupozon që ti nuk ke më asnjë arsye dhe nuk të kërkon askush të ndalosh askund, sepse je brenda një perimetri kur je në Shqipëri, je në Francë, je në Irlandë apo je në Poloni, është e njëjta gjë. Njësoj si të jesh në Lezhë, në Korçë, Elbasan apo në Tropoj, theksoi Rama. Nga ana tjetër, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka theksuar se Partia Demokratike konsideron emergjente programin për kujdesin shëndetësor të shqiptarëve. Ai ka deklaruar se nëse PD merr pushtetin, do dyfishoj buxhetin për shëndetësinë dhe do të sigurohet një standard më i lartë i ilaçeve. Po ashtu, sipas Berishës, Partia Demokratike do të angazhohet për dyfishimin e rrogave të mjekëve dhe infermierëve, hapjen e një fakulteti të dytë mjekësie dhe ndërtimin e spitaleve të reja. PD e konsideron emergjencë programin për kujdesin shëndetësor të shqiptarëve. Sistemi shëndetësor, i cili nga gjitha sistemet ka psuar hemorragjin më të madhe, nuk do të mund të qëndrojë pa dyfishuar rrogat e mjekëve dhe infermierëve në Shqipëri, si kusht themelor që në Shqipëri mjekët të qëndrojnë. Ndaj dhe dyfishimi i rrogave do të jetë objektivi i parë dhe kryesor në ndërhyrjen tonë për sistemin e shëndetësisë, tha Berisha. Sali Berisha ka kritikuar ashpër sistemin shëndetësor në Shqipëri, duke i quajtur atë të dështuar dhe në një gjendje katastrofike me standarde më të ulta se vendet e Bashkimit Evropian. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, po zhvillon një vizitë zyrtare në Austri, ku prit me nderime të larta nga presidenti i Austrisë, Alexander Van der Bellen. Gjatë takimit të zhvilluar mes dy liderëve u theksua misia tradicionale dhe partneriteti i fortë mes dy vendeve, si dhe angazhimi i përbashkët për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Presidenti Begaj falenderoi Austrinë për mbështetje të vazhdueshme në fusha të ndryshme, përfshirë ekonominë, arsimin, turizmin dhe reformën në drejtësi. Ai theksoi se Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishëm në procesin e integrimit evropian dhe është optimiste për hapjen e kapitujve të negociatave brenda vendit me objektiv antarësimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Gjithashtu diskutua edhe çështja e Kosovës, për cilën presidenti Begaj falenderoi Austrinë për kontributin e saj të vazhdueshëm në forcimin e shtetit të ri të Kosovës, duke theksuar rëndësinë e angazhimit të Austrisë për njohjet dhe antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Së fundi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmjetësuar marrëveshje të ndara me Ukrainën dhe Rusinë për të garantuar lëvizjen e lirë në detin e Zi, si dhe për të ndaluar sulmet ndaj objektivave të energjisë.
Ky hapëshihet si një përparim drejt një arpushimi më të gjerë dhe bisedimeve të paqes. Moska megjithatë ka shprehur mosbesim ndaj presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka deklaruar se Rusia do ta respektojë marrëveshjen vetëm nëse Washingtoni ofron garanci të qarta duke urdhëruar Kievin ta zbatojë atë. Nga ana tjetër, ministri i Ukrainës i mbrojtjes Rustem Umerov ka konfirmuar dakordsinë e Kievit dhe ka ftuar shtetet e treta të mbështesin zbatimin. Negociatat janë zhvilluar në Arabinë Saudite me takime mbi 12 orë. Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar deklaratat ndara për mediat duke konfirmuar arritjen e marrëveshjeve. Këto ishin disa nga informacionet që përcollën për ju të nderuar teleshikues në këto momente, ndërkohë që linjën ja kalojmë sërish Florit dhe Matildës. Shumë Ervin për gjitha detajet që kemë ndarë me ne në këtë komunikim të parë. Faleminderit Ervin. Ndërkohë